Dy dekada angazhim në mbështetje të biznesit, zhvillimit ekonomik dhe përfaqësimit të interesave të sektorit privat. Oda ekonomike e Maqedonisë së Veriperëndimore shënoi 20 vjetorin e themelimit, një jubile që përmbledh rrugtimin e saj nga një iniciativë biznesit vendor në një nga institucionet më të rëndësishme ekonomike në vend. Gjatë këtyre viteve, Oda ka luajtur rol aktiv në avancimin e klimës së biznesit, fuqizimin e kompanive vendore dhe krijimin e urave të bashkëpunimit ndërmjet sektorit privat dhe institucioneve. Në kuadër të jubileut u theksuan sukseset, sfidat dhe vizioni për zhvillimin e mëtejshëm ekonomik të vendit. Sonte, kur shoh këtë sallë të mbushur me njerëz që me punën dhe vizionin e tyre kanë ndërtuar biznese, kanë krijuar vende pune dhe kanë dhënë shpresë për të ardhmen, ndjej një krenari dhe respekt të veçantë. 20 vite më parë, Oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore lindi nga nevoja që bizneset tona të kishin një zë të fuqishëm, një përfaqësim të denjë dhe një institucion që do të qëndronte pranë tyre në çdo sfidë. Sot, pas 2 dekadash, mund të themi me bindje se kjo Odë është bërë shumë më tepër se një institucion. Është simbol i qëndrueshmërisë, bashkëpunimit dhe suksesit të bizneseve tona. Gjatë këtyre viteve kemi kaluar sfida të shumta. Ka pasur periudha të vështira, pasiguri ekonomike dhe pengesa të ndryshme për afaristët tanë. Por, Oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore kanë qëndruar gjithmonë stoike. Nuk është tërhequr në heshtje, por ka qenë pranë bizneseve, duke mbrojtur interesat e tyre me dinjitet dhe vendosshmëri. Dhe nëse sot kjo Odë vazhdon të jetë e fortë, kjo është fal jush, sepse rrallë ndodh që kaq shumë njerëz të suksesshëm me ide dhe interese të ndryshme të arrijë të ecin bashkë për një qëllim të përbashkët. Ne ja dolëm sepse e kuptuam se kompromisi nuk është dobësi, por mençuri, ndërsa bashkëpunimi është forca që na ka mbajtur të bashkuar për 20 vite. I Odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, zoti Nuhi Aliu, i nderuar kryetari i Kuvendit, zoti Afrim Gashi, i nderuar guvernator Trajko Slaveski, të nderuar koleg nga qeveria, kryetar komunash, të dashur miq, vërtet është kënaqësi të jem këtu. Më lejoni fillimisht në emër të kryetarit të qeverisë, zoti Histrian Mickoskit, dhe në emër të gjithë qeverisë, po ashtu edhe në emrin tim personal, tua uroj këtë jubilej të rëndësishëm të 20 vjetorit nga themelimi i OMVP-s. 20 vjet janë edhe shumë, por edhe pak, për të bërë një reflektim nga gjithë ajo që është punuar deri më tani dhe për të planifikuar të ardhmen, por 20 vjeç janë një kohë mjaftueshme për të krijuar lidhje, për të tejkaluar sfidat dhe për të lënë gjurma të përhershme në rritjen ekonomike të vendit. Edhe unë zakonisht nuk lexoj fjalime dhe mund ta parashikoj që atë që më kam përgatitur si fjalim me siguri është cilësore, por do doja në disa fjali ta bëj një përmbledhje në lidhje me vizionin e qeverisë dhe çka ne punojmë. Nuk jo pse unë jam pjesë e kësaj qeverie dhe sepse jam zëvendës kryetari së njëjtës, por mendoj që kjo qeveri është më e biznes orientuar, unë kam një përvojë të gjatë politike dhe mund ta bëj këtë vlerësim.
që qëndrimi i qeverisë është i qartë në raport të mbështetjes të afaristëve, mbështetje të biznesit, me një cikël të fuqishëm të investimeve, një cikël i cili do me thënë punë të rëndësishme publike, të cilat duhet të japin shtytje biznesit në fillim vendor, ku edhe ju bëni pjesë, dhe luftë beteja me sfidat që na vinë në këto koha të ndërlikuara, kur u zgjodhëm si qeveri, nuk mendonim që do të ballafaqonim me problemet me të cilët aktualisht jemi duke ballafaquar, askush nuk mendonte që bota do të përballonte me kësi probleme. Nëse në vitin 2024 mendonim që lufta në Ukrainë është drejt fundit, fatkeqësisht në vitin 2026 kemi edhe një luftë të tjetër, krizë më të madhe globale, e cila e destabilizon tërësisht tregun. Në kushte të tilla, me një përkushtim të fuqishëm të qeverisë, ne arritëm që bile edhe mos të ndjehet kjo krizë në qeveri, nuk patëm rritje në tatime. E pam në filmin dokumentar të mrekullueshëm, kur ishin kohra nga e kaluara, kur kishim tatim solidariteti. Tani nuk kemi një tatim të tillë, por bile edhe bëjmë refundim i cili u shly me një vendim të gjykatës kushtetuese. Qeveria është ajo e cila i refundon këta para kompanive dhe nuk i rrisim tatimet, se që e theksova, nuk i rrisim pagat, nuk i shkurtojmë investimet kapitale dhe harxhimet kapitale, me një synim të vetëm që kjo krizë sa më pak të reflekton në biznesin e vendit, dhe kemi një politikë proaktive e cila reflekton me çmime më të ulta të derivateve në rajon, që vërtet është shumë me rëndësi për biznesin, dhe në periudhën në vijim do të shohim edhe përfitimet konkrete, po ashtu mundohemi që të bëjmë një promovim, kompanitë vendore të promovojmë në një treg global e javën e ardhshme. Në fakt në më 12 qershor qeveria në bashkëpunim me qeverinë e Republikës së Turqisë dhe me bashkëpunim me odat ekonomike nga Turqia organizon një event të madh, një business forum, ku do të prezantohen mundësitë për investim në Maqedoni dhe një mundësi për të kriju kontakte të drejt për drejta mes kompanive, dhe ju inkurajoj që në numër sa më të madh të vinë në Stamboll dhe të gjithë bashkë të prezantojmë mundësitë e investimit para kompanive turke, para partnereve tuaj potencial, me qëllim që të rrisim bashkëpunimin mes dy shteteve tana dhe kështu të rritet dhe të zhvillohet biznesi në vend dhe bashkëpunimi me Republikën e Turqisë. Një prezantim të ngjajshëm kishim në Hungari dhe do vazhdojmë në të ardhmen edhe me vende tjera të cilat i kemi në plan të vizitojmë. E dini që qeveria është e hapur për gjithë temat që mendoni që është me rëndësi të bisedoni dhe të diskutoni me qeverinë, të bisedojmë, jemi të hapur për bisedime, për sfidat aktuale dhe për çdo kontribut që mund ta dhëm. Dyrat i kemi të hapura, këtu e kemi ekipin ekonomik, duhet t'i përgëzoj për punën e mrekullueshme. Në mesin tane kemi ministrin e drejtësisë, ministrin e ekonomisë, të kolegë nga qeveria, të cilat japin me përkushtim maksimal japin kontribut sa më të madh që në mënyrë sa më të lehtë të kalojmë krizat aktuale. Uroj që të takohem edhe në jubilete e radhës, ju uroj punë të fryqme, bashkëpunim të suksesshëm edhe në vitet e ardhshme dhe ju uroj gjithë të mira. Ju faleminderit. Kam kënaqësinë e veçantë të jem sonte me ju në këtë mbrëmje solemne me rastin e 20 vjetorit të themelimit të odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Thuhet se koha është gjykatësi më i drejtë i çdo ideje. Ndaj kur një ide i reziston kohës për 20 vite, ajo shndrohet në institucion, traditë dhe vlerë. Sonte jemi mbledhur për të shënuar këtë jubilej që përfaqëson 2 dekada për kushtim, vizion dhe punë të palodhshme në funksion të zhvillimit ekonomik, fuqizimit të sipërmarrjes dhe avancimit të interesave të komunitetit të biznesit në vendin tonë. Historia e odës
është histori e njerëzve që besuan se progresi ndërtohet me guxim dhe me përgjegjësi. Oda ka luajtur një rol të rëndësishëm si urë lidhëse ndërmjet sektorit privat dhe institucioneve publike, duke promovuar bashkëpunimin dhe krijimin e një mjedisi më të favorshëm për investime, inovacion dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Sot kur bota përballet me sfida të reja ekonomike, teknologjike dhe gjeopolitike, roli i organizatave përfaqësuese të biznesit bëhet edhe më jetik. Vetëm përmes partneritetit të sinqert ndërmjet institucioneve dhe sektorit privat mund të ndërtojmë politika më efektive, ekonomi më konkurruese dhe perspektivë më të mirë për gjeneratat që vijnë. Me këtë rast, dua të theksoj se Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut mbetet i përkushtuar për të mbështetur proceset që forcojnë sigurinë juridike dhe klimën e biznesit, duke krijuar kushte që nxisin investimet, hapjen e vendeve të reja të punës dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Të nderuar, shfrytëzoj rastin të shpreh mirënjohjen time për gjithë themeluesit, drejtuesit, antarët dhe bashkëpunëtorët e Odës, të cilët kanë kontribuar dhe vazhdojnë të kontribuojnë në suksesin dhe kredibilitetin që kjo organizat gëzon në vendin tonë. Më lejoni t'ju rikujtoj se përvjetorët mund të shënojnë moshën e institucioneve, por madhështia e tyre matet me gjurmët që lënë pas. Në kuadër të shënimit të 20 vjetorit të themelimit, Oda Ekonomike ndau edhe rreth 90 mirënjohje për bashkëpunëtor, biznesmen dhe personalitete që kanë dhënë kontribute veçantë në zhvillimin dhe avancimin e saj ndër vite. Mirënjohje u ndan edhe për figura të shquara që kanë qenë pjesë e rrugtimit të Odës, ndërsa përmes një momenti simbolik u nderua edhe kujtimi i atyre që nuk janë më në mesin ton, por që lanë gjurmë të rëndësishme në historinë dhe suksesin e këtij institucioni.